vloget edhe ky është vlogu I tretë që nis me ju. Jemi ditën e parë të vlogut, kisha takime shëndetësor më para, prandaj nuk ju filmova. Tani është ora 10:30 edhe po nisem për në punë. Takojmë pastaj. Do mundohem t'ju tregoj çik outfitin, pavarësisht se në këtë peizazh. Kam vesh sambat, çikse të gjërë, pulovrën Ralph Lauren edhe këtë pallton. Tjetër me shall. Bëra ca gërsheta sot sepse jam shumë rehat kur jam në punë me gërsheta. E gjithmonë tramat ka një problem, shqyr që të paktën nisem gjithmonë shumë herë më para. Po shpresoj që prap mos t'jem me vonesë. Hej, është poza e drekës, po ju tregoj çik veshjen më në afër. Atëherë kam një pullover Ralph Lauren, jeanset edhe prap sambat. Me shallin edhe me pallton që kisha aq parë, pallton jeshile. Me thënë të vërtetën, ka shumë njerëz edhe nuk kam kohë akoma vazhdimisht të ju bëj video. Do mundohem. Laissez-nous rentrer chez nous. Grave. Doam t'i ikim. On est quand même belle en fin de journée. Ouais. On n'a pas le choix, on a que ça. J'étais dégueu, fatiguée, mais bon. Voilà. Bisous. Bisous. Sa mbarova. Erdha deri te trami. Nuk ka fuqi as të flas se më ka ikur zëri. Edhe jam shumë e lodhur. Tani do ikim në shtëpi, do ha buke, besoj se do floj gjuhë. Nesër s'kemi takim në mëngjes, kështu që do mundohem të xhiroj në mëngjes. Mirëmëngjesi të gjithë, shpresoj se jeni mirë. Unë sot u ngrita çik më mirë, kështu që do bëjmë një get ready with me bashkë. Fillojmë me kremin dhe me serumin, vetëm se nuk e mbaj më asnjëherë kë duhet vë të parin. Më duket se kam parë se duhet vë serumin, kështu që do vëm serumin edhe pastaj kremin. Ndërkohë doja të flisja edhe për një gjë, domethënë që mua më bën shumë të ndihem keq, është nëse kam vendosur një rutinë, për shembull këtë pilatet që kisha vendosur e këtë, të bëja çdo mëngjes kur isha mbasdite, sot nuk e bëra, sepse ndihesha vërtet shumë e lodhur në dje, edhe s'kisha fare fuqi, doja të qetësohesha çik. Edhe nga që se bëra, tani ndihem shumë keq. Nuk e di nëse keni dhe juve njësoj. Edhe më duket sikur s'kam realizuar një objektiv që duhet ta bëja. Besoj se kjo është një gjë që I ndodh të gjithëve, por nuk di si ta them. Nuk e bëj dot kështu on my to-do list. Besoj se është një gjë që domethënë çdo njeri pastaj nuk dihet komod. Edhe prandaj besoj se nuk duhet vësh objektiva që e di që s'do t'i arrish sepse do demoralizohesh më shumë akoma. Unë për të mos u ndjer keq, shikoj njerëz si jam, si ndihem, edhe pastaj I vë vetes objektiva. Edhe mundohem, domethënë, të I vë objektiva dhe më të vogla kur jam për shembull e pamundur apo kështu, që t'i bëj edhe të ndihem mirë. Sot për shembull e dija që nuk do bëja pilatet, edhe nuk e futa në mendje që duhet t'i bëja sepse isha shumë e lodhur. Kështu që nuk e kam aq keq atë ngarkesën emocionale, le të themi. Se shikojmë shumë njerëz në Insta, TikTok që ka një rutinë perfekte kështu. Po ndërkohë dhe ata nuk I tregojnë të gjitha sepse është shumë thjesht të bësh një video sikur ke bërë gjitha gjërat, edhe ndërkohë nuk I ke bërë vërtet. Kështu që besoj se duhet të ndjejmë trupin ton, edhe si jemi të momentit, e sigurt që mos të prokrastinojmë, sepse kjo është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhi njeriut, por të vini objektiva të arritshme. Nëse ndrojmë çik temën, sot kam një takim që kemi çdo vit me responsablen,
jemi ftohur qik. Edhe do flasim për postin e ri, se normalisht duhet kemi një post të ri në komunikim. Kjo është gjë që ju kisha thënë në vlogun e parë që mbase do kemi një evoluim. Kështu që do flas me këtë për punën. Kam filluar të kem misione në këtë punë pa e pasur akoma postin kështu të shkruar me kontratë. Kështu që besoj se do më thoj qik më shumë misionet, po prap nuk besoj se do t'i di aq mirë sepse posti duhet hapet vetëm në janar. Kam bërë qik contouring edhe blushin me këtë furçën, e kam blerë të Primarku, më duket. Edhe kështu, nuk është se jam tip që lyem shumë, po thosha, për make-upin përdor vetëm pudër se nuk ndihem mirë kur kam shumë material mbi fytyrën. Edhe, do më thonë, në njerë edhe vë vetëm rimel, sepse nuk kam kohë edhe përtoj. Sinqerisht nuk jam tip që lyem shumë, apo që mbahem për të lyer. Jam shumë njeri thjesht. Mua një gjë që do ta zvendësoja dot, do më thënë një gjë që duhet merja me patjetër, në qoftë se kam vetëm një vend për make-up, është rimeli. Sepse unë pa rimel, si që me shikoni, jam qik si ghost, jam qik si zombi. Kur vë rimelin, të paktën i dukem qik me zgjuar edhe dukem qik më mirë. Ama syti kam shumë sensibël, për shembull rimelin mund ta vë vetëm unë. Kur më leu një make-up artist, një kështu që më leu për dasmën e motrës, më vuri rimel, ishte gjëja, do më thënë, isha shumë keq, vetëm mbyllja syt, edhe ajo më thoshte mos i drit syt, po do më thënë, i kam shumë sensibël edhe të bëj kështu, më dridhe. Kur vetet e te oftalmologun, e bëj 5 herë atë që ju frynë në sy, për të matur tensionin, e bëj 5 herë se gjithmonë iki. Jam shumë njeri pa duru shumë. Ndja si duke me rimel, të paktën me zgjuar. Tani glossin, qik kështu, do me thëmë mos më duken të thatë buzët. Edhe kështu mbaroj make-upin, tani do heqim gërshetat. Po jo. Po kjo më ka marrë më pak. Kjo në më shtrije direkt. Tani do vishemi bashkë, besoj se do bëj një brown outfit. Sepse e kam menduar dhe besoj se do bëj fotot e punë. Do i them një kolegës të më bëj foto për Instagram. Sepse gjëja që urej më shumë është kur vishem bukur edhe s'kam foto. Kështu që do bëjmë foto tani në Instagram, të jem më aktive. Do mundohem të bëj 2 post në javë. Edhe reelsat mbase, një vlog në YouTube, edhe do mundohem të postoj veshjet ditë për ditë në TikTok. Kështu që mos harroni të më ndiqni, do ju vë të gjitha emrat e TikTokut, Instagramit, që të më bëni subscribe dhe të më bëni like. I ka tani. Tregoj që ka outfit këtu, se dhe duke i më mirë. Kam veshur gjuku ensemblin sportiv, këtë blazerin kaf, sambat që i kam veshur me këto çorape. Shtova vetëm pardesyn që mos kep ftohtë. Besoj se pastaj do bëj foto, kështu që do ja vë ca foto. Si duket luku i gjithë, se gjithmonë nuk ja tregoj dot. Kam shtuar këto aksesoret, byrzylykun edhe orën byrzylyk. Besoj se shkojnë shumë edhe me veshjen, veç nëse jam me gjitha me kafe. Edhe më pëlqen shumë kjo ora, të them të vërtetën. Po ju bëja outfitin këtu shpejt e shpejt, ma se dukem qik më mirë. Ja se si duket veshja, i ka tani, se jam shumë vonë. Sa erdha, shkon qaj gjëndi janë flokët e mi. Deja që nuk ishin fare kachurela, po tani janë gati të shtrira. Po ju mbi një video të shpejt para se të njësë pra. Tani qova dosjet, bëra takimin me përgjegjësen, shumë mirë doli.
Edhe folëm që më shumë për kompetencat dhe postin që mund të bëj. Kështu që jam e kënaqur. Tani do iki, ka shumë njerëz prapë dhe sot. Bëra çik foto, jam e një gjë, se s'kisha kohë, edhe vendi nuk është në një wow. Përshëndetje, shpresoj se jeni mirë. Allez là, la Çik sortie. outfit. Pantallonat e zeza, D'accord. outfitet e bardha, Mine, elle est déjà dhe en këtë sortie. puloverin. C'est pas E grave. kështu. Jemi shumë happy në punë tani, se s'ka shumë njerëz. Po vete ora 9 avash, erdha në shtëpi, ngrabuku, qetësova çik, edhe doja të ndaja një situatë me juve, një situatë jo normale që ndodh shumë shpesh. Por kur të ndodh ty, domethënë të ikën truri. Edhe po prisja tramin, erdhi trami edhe kisha vënë telefonin në xhep të trenchit, por unë jam tip që i mbaj gjithmonë duart nëpër xhepa sepse kam gjithmonë frikë se mos më marrë një gjë. Në këtë moment, një sekond e kam hequr dorën nga xhepi. E kam hequr, e kam vënë, domethënë që të mbahesha një sekond. E vë prap dorën në xhep. Kur ndjej unë telefoni im, domethënë unë shumicën e telefonit e kisha unë, domethënë në dorë kur riktheva dorën direkt në xhep, ndërsa ana tjetër e kish një miku, fuz dorën në xhep, unë kap dorën e tjetrit, se mu qa pëndodh. Kthej kokën, një ndyrësirë, dhe t'i themi, e kishte dorën në xhepin tim për të më marrë telefonin. U ktheva, dhe i thash vërtet do të më marrësh telefonin, që kësi me inat. Kuptoni, sepse më ishin ngritur nerva që si guxon ti të më vjedhësh. Edhe nga që ishte tapi pirë, u deshën 1 minutë të paktën që të kthjelloj. Edhe vinen, jo, nuk të preka, e këshu i gjërat të tilla, po filloj, po bëj shumë afër këshu. Edhe thashun, lere, edhe iku pastaj, ikën se ishin 4. Po t'ishte vetëm ndryshe. Ishin 4 edhe nuk jam tip që bëj, domethënë llafe apo që bëj gjëra të tilla, po si guxon ti të fusësh dorën te xhepi im, si guxon. Edhe me erdhi aq i natë, domethënë tani isha aq shumë e tensionuar që shteti im që kam lindur unë të jetë në këtë gjendje, nuk e duroj dot. Nuk e duroj dot që domethënë asnjë gjë mos jetë më e sigurt. As të dalësh natën si femër, të vjedhin, domethënë nuk vishësh dot si dua ti, si do ti, nuk bën dot asnjë gjë më. Ke frikë të dalësh, na faj këtyre njerëzve. Edhe po mendoja, domethënë, burra të mëdhenj francez që mund t'i ndodhi, që mund t'i plasi nati se i ka ardhur në majtë mundës, edhe ata rifen, bën gati të vdekur në rrugë, i lënë të vdekur në rrugë, edhe policia nuk lëviz. Tani, kjo është një gjë që është bërë e zakonshme në Francë, edhe është e padurueshme për francezët të shikojnë këtë gjë. Kështu që tani isha më shumë, domethënë, më erdhi natë për kjo që më ndodhi, po më shumë e kam tani të gjithë situata e Francës që ka ndodhur, domethënë, edhe që po bëhet aq keq, nuk e di domethënë. Si kemi arritur të jemi në këtë gjendje nuk e kuptoj. E kështu po qetësohem çik në mendja se më blodha shumë i natë. Por do e kalojmë dhe këtë, s'ka në një gjë, të paktën shqyr, nuk ndodhi asnjë gjë me dorë apo me kështu, se mund edhe të kishte kaluar keq gjëja, se kur jetë tapi pirë nuk di më ç'a bën.
Do i këtë shtrihem, sepse kam një ditë të gjatë nesër që më pret. Edhe pastaj do jemi të premten edhe do ketë ikur java kështu sikur se kam parë fare javën që iku. Edhe kështu ju pull fort, natën e mirë. Përshëndetje nga dita tjetër. Sot u çova herët siç po e shihni, duhet të jem në punë orën 8, sepse në ora 8 deri në ora 2:30 do bëj traduktim të një shqiptares që vjen te klinika për të zbuluar çka ka tamam, por problemi është që nuk flet asnjë fjalë frëngjisht, zero. Kështu që do vete edhe do traduktoj gjithë ditën. Shpresoj vetëm ta kuptoj se kam çik vështirësi me dialektin të veriut edhe të kosovarëve, por shpresoj se do e kuptoj. Të regoj çik veshin, jam veshur e gjitha me gri, atletët që kisha atje. E kështu. Kam filluar procesin e përkthimit, çdo që po vete mirë, po kuptoj mirë, po flas mirë, shqyr, edhe për pak kemi takimin me doktorin. Nuk kam mbaruar akoma traduktimin, po ishte vërtet shumë interesante, sepse nuk kam qenë ndonjëherë në këto takime, nëse nuk mund t'ja u them për çfarë, sepse është konfidenciale, por është, domethënë, vërtet një gjë interesante dhe më pëlqeu shumë se tani kam më shumë informacione akoma, edhe traduktimi shkoi mirë, shqyr. Mbarova traduktimin, vajta çikte lidulli, mora ca kindera dhe ca patatina, sepse kemi kaluar vërtet një javë shumë të lodhshme, edhe doja të bleja një gjë për kolegët, të qetësoheshim çik. Unë e mora pauzën më vonë sepse vetëm tani kam mbaruar traduktimin. Një moment i vështirë, sidomos sepse jam shumë empatike, po janë gjëra që ndodhin, nuk e qa bën edhe kjo është çike e mërzitshme. Mirë, do ju lë këtu se jam shumë punime dhe nuk do dëgjohem më. Takojmë pastaj. Sa mbarova punën, po vetel në shtëpi, kam bërë një orar shumë të gjatë sot, 8:30. Jam shumë e lodhur, edhe kështu do ta mbyll ditën. Ju puth fort, edhe mos harroni të më bëni like dhe subscribe. Paqim! Përshëndetje nga dita tjetër, shpresoj se jeni mirë. Sot është dita e shtunë, ditë e parafundit të vlogut. Sot jemi te stërgjyshja ime. Do filmojmë çik, por është stërgjyshja në anë e babit, kështu që nuk është shqiptare, nuk flet dot shqip. Po gjithsesi do filmoj çik momentet që kalojmë sot. Edhe pastaj me kismet do kalojmë në dyqan, po varet kur mbaroj këtu, sepse pastaj bëhet natë shumë shpejt tani. Edhe prandaj. Mirë, do përfitoj çik me stërgjyshen, do ju tregoj edhe ca momente, edhe takohemi prapë pastaj. C'est plus que c'était pour tout. C'est comme tu sais pas. Ah, et puis alors là. Avec Pédi. Ça va, mamie? On était en train de ranger, elle est venue manger avec moi. Et puis on était en train de ranger. Erdha në një dyqan, i gjeta aksat, falca. Janë disa modele, këto besoj se do kam shumë vap, doja këto më të thjeshta, që janë këto. Nuk e di, janë çik në dyshim, të më të vërtetën. Erdhëm të Primarku, shikoni që sa të lezetshme janë këto. Janë shumë të bukura, duken si Hermes.
Ka gjëra shumë të lezetshme dhe sinqerisht jo shumë të shtrenjta. Kjo pallto është 42. Po ju marrë qik me vete. Ndërkohë. Ua, ka pse flafi kështu. Shumë të bukura. Tani do fokusohemi qik te ku kam nevojë unë. Se në fakt roba kam plot, kam aq shumë sa që s'di më ku t'i çoj. Por gjithmonë njeriu do të shikoj edhe të provoj gjëra të reja. Në fakt këto palltot kështu të shkurtra më pëlqejnë shumë. Kështu trench kam. Po, ja ku janë këto që kërkojmë. Besoj se dalin çik më të mira se këto që kemi provuar. Tani dilema është çfarë ngjyre ti marr. Sa vjen këtu? 14 euro, shikoni sa pak. Tani o do marr këto në chestnut, o do marr këto si në tip kaki, o këtë. Ja, do shkoj dhe do ju them çfarë do marr. Mora gjithë këto ngjyra për të provuar. Unë hezitoj mes këto të bardha dhe këto, po do provojmë dhe kakit. Këto më pëlqejnë shumë. Lirin, edhe ngjyra, vetëm se ka malë se mos rinë të bëhen pis. Edhe këto të bukra janë, po të them të vërtetën, besoj se këto mund të zgjedh si kështu, zgjedhje dytë. Po shko kam dhe më pallko. Si duhet të ecë. Shumë të ngrota. Besoj se këto do marr. Kam më shumë me këto ngjyrat. Shkojnë edhe shumë me jeanset, me pantallona të zeza. Këto shkojnë me të gjitha të paktën. Edhe nuk janë aq të bardha sa të bëhen pis direkt. Shikoni çik. Forma, të them të vërtetën, më vjen çik si çudi si fillim, po këto janë zgjedhjen më të mirë që kam parë. Shikoni që sa e bukur është kjo për ndime. Dhe kjo është shumë e bukur. Në ngjyrat që kam qef. Këto jeanset të lezetshme. Çfarë shkruan? Long Island. Do shikojmë dhe çfarë ka tjetër që mund të na interesoj. Kishte oferta shumë të mira për kombinimet sportive, kështu që mora këtë ngjyrë që e kam shumë qef, edhe këtë ngjyrë që është çik më tonale, dhe do të zgjedhim mes të dyjave. Ja si duket ky i pari, nuk kanë xhepa pantallonat, më shqetëson çik kjo gjë, kështu duket më bukur. Këtë e mora L, pantallonat i mora M dhe më duken çik të ngushta. Besoj se po do t'i marrë, do marrë masën L. Nuk e di si mendoni juve. Kjo ngjyra në fakt më pëlqen edhe nuk është se e kam në dresingun tim, por besoj se pantallonat do t'i marrë në masën L. Vetëm kam dyshim te prerja, se si është prerja. Se përtoj të vi prap, edhe të provoj prap lën. Shumë vakësh. Duket sikur jam me pijama, sinqerisht. Këtë që mora të njëjtat masat, L këtu edhe më poshtë. Po këtu duket më i madh, nuk e di pse që mora më prap. Këto nuk më pëlqejnë fare, besoj se do marr këto edhe pantallonat me masën L. Shpresoj të më shkoj me atletet ëksat që mora, sepse nuk kisha të drejtë me merja këtu te kabina. Ka një gjë më të lodhshme se sa të vesh te Primarku një të shtuna. U bëra ujë në djers, aq shumë njerëz kish. Edhe këta agent sekuriteti të Primarku janë për çdo gjë, përveç se të shikojnë se mos ke vjedhur. E të mëshme. Nika tani do ikim në shtëpi. Edhe do qetësojmë çik se është shumë rëmuj këtu.
përshëndetje nga ditë e fundit të vlogut. Shpresoj të jeni mirë. Unë sot u ngrita, bëra gjithë rutinën të dielës që bëj normalisht. Edhe tani do bëjmë çik hollin e Primarkut. Atëre, ja ku i kemi. Primarku ka një vit që është hapur këtu te qyteti afër ku jemi, se ishte vetëm në Lyon. Edhe të të vërtetë jam shumë e lumtur që është hapur, sepse Primarku ka vërtet oferta shumë të mira, edhe gjupsat shumë të mira. Kishte palto vetëm 30 euro, kishte shumë gjëra, ka edhe shumë zgjidhje, prandaj e pëlqej. Edhe do nisim domethënë me këto që bleva. Atëre, nisim me një gjë më random, që është kjo kapele. Është kështu material fluffy, për ndihmë. Shumë e bukur. Kjo kushtonte 5.50 euro. Pastaj 5 euro pikë 50, më fal. Një kostum sportiv. E dini cilin kam marrë sepse ju kisha treguar dje. Mora këtë ngjyrën që është çik si bordeaux kaf, që është i errët. Mëra pantallonat. Kështu. I mora në size-n L sepse mëja ishte shumë e ngushtë, te këto, ndërsa te gria që ishte e njëjta, ishin shumë të mëdha. Edhe hoodin e mora L, që t'jetë oversize. Kjo ishte 7 euro dhe tuta 7 euro. E mira për në fund, me që se e dini, sepse unë e kam nisur vlogun duke kërkuar këtë gjën, gjeta ëksat. Këto janë ëks falso, që i mora të Primarku 14 euro. I mora këtë ngjyrë sepse ëksat e vjetra që i kisha kaki, edhe doja t'i ndryshoja pak, por sinqerisht janë shumë të rehatshme, edhe shumë fluffy. Domethënë do më mbajnë shumë ngrohtë. Edhe me thënë vërtetën janë shumë të rehatshme, më të rehatshme se ato te kinezit dhe më të rehatshme se ato që provova më para që ju vura video. Tani, që ta kuptoni juve pse unë nuk blej më ëksa, do ju tregoj ëksat e mia të vjetra. Gjithë këto kushtuan 34 euro, një kostum sportiv, një palkput edhe një kapele. Besoj se është shumë rezonabël si çmim, edhe kualiteti sinqerisht është shumë i mirë për çmimin. Këto janë ëksat e mia, që kanë 2 vite, po nuk i vesh as 2 vite, sepse siç e shikoni, janë katastrofë. Kisha bler dhe Sprite-in që domethënë po të binte shi mos të bëheshin pis, por prap u bën kështu. S'mund t'i vesh më, tani kam mbajtur vetëm për të dalë në fshat e kështu kur eci, se mbeten shumë të ngrohta. Po, sinqerisht, jam njeri që bëj shumë kujdes me gjërat e mia, edhe shikoni çik. Mirë kjo e njolla, hajde të themi se është në shiu, i vesha në shi pa dashje. Po kjo, i kam bler 200 e ca euro, më duket 230, ase mbaj më 240. Si ka mundësi që prishen aq shpejt? Si është e mundur? Sinqerisht. Që po të veni te TikToku im, i kam bërë çdo gjë këtyre ëksave, i kam dhënë kështu. Vetëm një herë mbaj më që i vesha në shi, sepse kur i kanë mëngjes nuk ishte shi dhe pastaj ra shi. Edhe unë dova t'i laja me kështu, me Sprite-in Kastile, bleva 40 euro gjithë kitin për t'i pastruar, edhe prap nuk pati asnjë ndryshim. Kështu që në ky moment i thash goodbye ëksat, edhe vemi te Primarku, sepse të lësh 200 e ca euro për këto e të bëhen kështu, është turp. Edhe harrova të thosha që mbi të gjitha këto probleme fizike janë dhe të parehatshme. Ose më ranë mua, nuk e di, po disa herë ma kam bërë këmbët me gjak, edhe më dilte si një
gjë shumë e fortë mrapa, ndërsa këto nuk e kanë fare. Tani do bëjmë qik një try and all, që t'ju tregoj si duken rrobat. Ky formati i YouTube-it është shumë atharus për të filmuar, jam e detyruar të lëviz gjithë shtëpinë që të kap veshjen. E kam mbajt etiketën të kostumit sepse nuk e di çfarë mendon juve, po mora thosha për bluzën lart, nuk e di të marr mën apo të mbaj lënë. Sepse me fakt e dua shumë oversize, po kam hallë se mos duket keq. Besoj se lënë do ta mbaj, se mund ta vesh me çdo gjë. Çfarë mendoni? Kështu mbyllet ky vlogu i tretë. Jam shumë e lumtur që jam konsistente. Thash se nuk do e bëja dot, po që vazhdojmë vlogut. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, mos harroni të bëni like dhe subscribe. Këtë vlogun e tretë kam pasur disa gjëra personale për të bërë, kështu që nuk kam xhiruar aq shumë sa doja, por javës tjetër jam më e lirë edhe do bëjmë disa gjëra të tjera. Ju puth fort!